Njerëzit e thjesht bëjnë një jetë normale, por kur je një lojtar profesionist, ja vlen të bësh të gjitha llojet e gjërave të çmendura. Kështu që më bëri të mendoja për 10 gjërat marrëzisht të shtrenjta që zotërojnë futbollistët, dhe ju duhet të qëndroni për të parë se çfarë bleu Ronaldo me paratë e tij. Do t'ju ik truri, por së pari, më duhet ta nis me djalin ton Neymar dhe koleksionin e tij të çmendur. Shikoni, kur Neymar ishte vetëm një fëmijë duke u rritur në Brazil, ai e kishte të vështirë. Familja e tij, ata nuk ishin të pasur dhe jetonin në një zonë të vështirë të Santos, dhe për shkak të kësaj, fëmijët e ngacmonin Neymarin dhe kjo e lëndonte keq. Por Neymar kishte vendosur të rritej profesionalisht dhe të tregonte këtyre djemve që qeshinin me të se sa lart ai kishte arritur, dhe kjo është arsyeja pse ai doli dhe u ngrit kokë e shpatulla mbi këta djem dhe mbi ret. Ua, shikoni madhësinë e atij zogu $4 milion, dhe vetëm që të mos e ngatëroni me dikë tjetër, Neymar ka inicialet dhe JR të printuar në trupin e avionit. Wow! Por puna është se një avion privat nuk do t'ja priste Neymarit. Ai donte të kalonte të gjithë urrejtësit e tij. Kështu, në 2016, ai mori një tjetër $6 milion për këtë. Dhe shikoni këtë. Neymar ende nuk ishte mbaruar me ajrin, shokut duhet i pëlqenin vërtet fluturimet nëpër botë. Dhe ndonjëherë, avionet e tij privat, ai nuk po i gjente ato dhe kjo i sjell shpenzimet e tij totale për avionet dhe helikopterët në pak më shumë se $14 milion. E pabesueshme. Por këta zoqelli nuk janë të vetmet gjëra të shtrenjta që Samba Boy ka në listën e tij. Sepse blerja e radhës është kaq e shmendur që është jashtë kësaj bote, sinqerisht. Kur Paris Saint-Germain nënshkroi një marrëveshje të madhe me Crypto.com për të lançuar NFT-t, Neymar pa mundësinë për të bërë çanta me para. Së pari, ai duhet u tregonte të gjithëve se ishte në rregull me këtë ide. Kështu që vetëm disa muaj më vonë, Neymar shkoi për të bërë pazar në Metaverse dhe fitoi rreth $481.000. Kjo është mbi $1 milion në NFT. Shumë i sigurt se ai është në avionin e tij, Cessna 680, duke menduar blerjen e tij të ardhshme të madhe me para. Duke folur për avionet privat, askush nuk e bën më të vështirë se zoti Paul Pogba. Ai shpenzoi 4 herë më shumë se avionet e Neymarit në një avion të vetëm. Pogba ishte pothuajse lojtari më të rreqës në planet në një moment. Nga prerja e flokëve te makinat egzotike, ai kishte gjithçka. Ekziston një listë ekskluzive e futbollistëve që kanë avionet e tyre, dhe kur Pogba mësoi për këtë, ai do të sigurohej që jo vetëm të futej në listë, por të arrinte në krye. Pra, në vend që të blinte një avion të zakonshëm privat, Pogba nxori paratë dhe mori një avion të madh. Vogëlushi i ri Pogbas raportohet se blen $24.5 milion. Kjo është e madhe, por për Pogba është thjesht një diçka e vogël. Megjithatë, Pogba i pëlqen t'ia bëjë qefin vetes. Ai shpenzon paratë e tij edhe për miqtë e tij. Në vitin 2018, pasi Franca fitoi Kupën e Botës, Pogba ishte kaq i emocionuar. Ai vendosi të çonte shokët e tij të skuadrës për disa pije dhe i mori dhurata që do t'i mbanin mend për gjithë jetën. Detajet e kësaj kryevepre janë maknice, diamante, safir dhe rubin, të përshtatur sipas flamurit të Francës, dhe secili ka emrin e lojtarit, numrin e fanellës dhe statistikat nga Kupa e Botës. Tani Franca kishte 23 djem në aeroplan për në Rusi dhe secili kushton në rreth 15.000. Kjo është 345.000 në një natë jashtë. Çfarë djaloshi që mburet me shokët e tij dhe madje frymëzoi disa lojtarë të tjerë të bënin të njëjtën gjë. Shihni kur Erling Haaland pa se çfarë kishte bërë Pogba. Ai e dinte se duhet të bënte të njëjtën gjë. Kështu verën e kaluar, bisha norvegjeze vendosi t'i bashkojë Manchester Cityt, por bashkëlojtarët e tij në Dortmund u pikëlluan kur e pan të largoj. Dua të them, kush nuk do të ishte. Haaland shënoi 86 gola në 89 ndeshje për ta. E di që duket si një bish, por Erling është në fakt një djalë shumë i mirë. Kështu që para se të largohej, ai vendosi t'i blinte të gjithëve orët ekskluzive, por nuk mund të mburej vetëm me shokët e tij të skuadrës. Kështu që ai vendosi t'i jepte stafit të klubit disa orë luksoze omega për të kujtuar kohët e mrekullueshme që ata kishin ndarë së bashku. 10.000 secili për secilin nga shokët e tij të skuadrës dhe 7.000 për çdo antar të stafit. Haaland përfundoi duke shpenzuar mbi $500.000.
Lojtarët profesionistë janë si superheronj, ata kujdesen për njerëzit përreth tyre, ashtu siç bëri Gareth Bale, ku shpenzoi mbi $2 milion vetëm për të siguruar që njerëzit rreth tij të mund të jetonin të njëjtën jetë si ai. Mendoj se të gjithë do ta klasifikonin Gareth Bale si një legjend futbolli, por ai tani është në pension dhe ka vendosur të fokusohet në një sport tjetër. Bale do golfin aq shumë, saqë ka edhe një fushë të tërë golfi në oborin e shtëpisë së tij. Kjo është shmenduri. Seti është vërtet i lezetshëm dhe Bale ndoshta nuk doj që njerëzit që të riqen në oborin e shtëpisë së tij të kishin zili, kështu që ai vendosi të hap një vend edhe më të shtrenjtë, vetëm që ata të mund të godisnin në vrim dhe të bënin goditje. Por hey, të paktën shpenzimi i çmendur i Bale ishte për një kauz të mirë. Por kur ish shoku i skuadrës, Karim Benzema shpenzon shumë, ishte për diçka kaq të shmendur që as nuk ishte e nevojshme. Karim Benzema në një nivel tjetër, ai përfundoi duke fituar topin e artë. Me sa duket, kjo ende nuk i mjaftoi atij. Benzema i kishte syt nga një çmim tjetër dhe ky nuk ishte nevojë për votat e askujt. Ai duhet të paguante vetëm $250,000, 72 diamante bardhezi dhe mbi 1.000 karatari. Bodrumi Benzemas duhet jetë plot me topa me hat-trick, por jam i sigurt se e di se cili është në krye. Benzema është i mrekullueshëm. Pasi fitoi topin e artë, ai u bë sulmuesi i parë që nga Ronaldo apo Messi që e fitoi atë. Por ka një tjetër lojtar profesionist që mund të fitojë topin e artë një ditë. Por ndërkohë, ai është futbollisti më i pasur nga kontinenti i tij. Në vitin 2020, Son Heung-min nënshkroi një marrëveshje të madhe 4 vjeçare me klubin e Tottenhamit. Për të festuar, ai bleu vetes një dhuratë të re që i kushtoi miliona. Hipermakina e re e Sonit i kushtoi atij vetëm $3 milion. Por kur ke një kontratë $36 milion që në thes, nuk është asgjë. Makina e Sonit dhe aftësitë e tij në futboll nuk janë të vetmet gjëra që e bëjnë atë fluturoj. Por nëse mendoni se Ferrari prej $3 milion sheh i Sonit është i mahnitshëm, mjafton të dëgjoni se si Mbappé vendosi të shpenzojë 3 milion. Dhe nuk ishte një makinë e re apo rrota të reja. Ishte në përmbushjen e një fantazie të fëmirisë. Shihni, ky Kylian ishte fëmijë. Ai ndronte të bëjë lojtari më i mirë në Francë, kështu që pasi bëri kalimin nga Monaco në Paris Saint-Germain dhe mori një kontratë masive, Mbappé e dinte se duhet festonte. Pra, në vend që të merrte një Bugatti ose një Ferrari, siç bëjnë djemtë e tjerë, ai mori vendodhjen e përsosur. Ky vend është pika e dur. Ka 12 dhoma gjumi, një garazh privat, një pishinë dhe është në qendër të qytetit. Pra, ai ka syt në gjithçka, madje edhe kullën Eiffel. Kjo është e pabesueshme. Por shtëpia e re Sergio Agueros kushton 5 herë më shumë se rezidenca e Mbappés. Shihni, në datëlindjen e tij 34, Sergio Aguero nuk donte një festë të mërzitshme të vjetër me vetëm tort. Ai donte të shkonte i madh. Kështu ai shkoi në një udhëtim në Miami dhe bleu një shtëpi $15 milion. Sergio ishte duke goditur fort. Ky vend është i pabesueshëm. Ka 9 dhoma gjumi, 13 banja, një fushë tenisi, madje edhe një palestër të plot. Unë mund të kuptoj pse Aguero s'përkati parat në këtë shtëpi. Vendi ishte i mahnitshëm. Por Aguero ndoshta nuk kishte vërtet nevojë për këtë vend. Ashtu si Aubameyang nuk kishte nevojë të blinte jo vetëm 1, as 2, por 3 supermakina egzotike. Po, e çfarë ka këtu? Ke të drejtë. Duke u rritur, gjithçka që Aubameyang donte të bënte ishte të bëhej si babai i tij. Plaku i tij ishte djaloshi në atë kohë që të riqej në arena të ndryshme në Audi të personalizuara. Pra, kur Alba u bë profesionist, ndoshta mund ta merrni me mend se për çfarë i shpenzoi paratë e tij të para. Ishte mirë dhe gjithçka, por Alba donte më shumë. Kështu që shkoi te shitsi i tij makinave, donte të njëjtën markë dhe i mori në një nivel të ri. Shihni, Aubameyang donte diçka që do ta bënte atë të dallohej edhe më shumë, ashtu si babai i tij në atë kohë. Kështu që herën tjetër që ai doli për të blerë një Audi, ajo ishte plotësisht e personalizuar. Do me thënë është Alba për cilën po flasim. Hey, bebe, hey. Marrja 3 makinave nga njëjta markë është e lezetshme, por djali tjetër në listë e çoi atë në një nivel kryesisht të ri dhe bleu makinën e vetme në botë që mund të vishte në kyçin e dorës. Cristiano Ronaldo, ai është the God. Shihni, ai erdhi nga Ichi dhe ashtu si Neymar, njerëzit e ngasmonin kur ishte fëmijë. Kështu, pasi u bë profesionist dhe u bë një nga futbollistët më të famshëm në botë, ai vendosi të blinte gjëra që mund kishte dashur si fëmijë. Dhe kështu ai e çoi blerjen e makinave në ekstrem. Së pari,
U kopjuan të dy Bugattit Veyron dhe Chiro. Kjo tashmë është mbi 5 milion dollar. Nuk e kënaqi Cristianon. Ai thjesht duhet ta kalonte veten, kështu që ai bëri gjithçka dhe shpenzoi 2 fishin e kësaj shume për këtë kryevepër Bugatti. Është 9.9 milion dollar. Dhe për shkak se Ronaldo është një klient shumë besnik i Bugattit, ata vendosën t'i bënin atij një orë ekskluzive të veçantë, që i përshtatej makinës së tij. 1.8 milion dollar, ari, titan dhe diamante baget, madje ka një logo CR7 mbi të. Por kur Messi dëgjoi për këtë, ai e dinte se duhet të bënte më mirë. Dhe pikërisht atëherë ndodhi përballja më e çmendur e parave në historinë e futbollit. Messi i kishte vënë në sy te makina e tij e ëndrave, një Ferrari 335 i vitit 1997. Por Ronaldo kishte dalluar dy, dhe aty filloi përballja. Ronaldo kishte filluar errët sepse Messi nuk kishte paraqitur ende, kështu që bëri ofertën e parë. Por kur Messi mbriti, ai u sigurua që Cristiano të kuptonte se nuk kishte asnjë mundësi që ai të merrte makinën. Messi shpenzoi 30 milion dollar për këtë gjë. Kjo është menduri, dhe vetëm për t'i bërë të ditur të gjithëve se ai është një the God. Por Ronaldo mendoi se 30 milion dollar për një makinë të vetme ishin qesharake. Wow, çfarë numri. Kështu ai vendosi të shpenzonte 50 milion në një ishull privat, por nuk ishte as për vete, e bleu si dhuratë. Shikoni videon në ekran për dëgjuar të gjithë historinë.